Rikthehen negociatat për krizën, SBA sjell në Tiranë zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit Hoyt Brian Yi, takime ditën e hënë me Ramën, Bashën dhe Metën. Socialistët nisin fushatën me kongresin elektoral, Edi Rama deklaron se majoranca është gati për mandatin e dytë, opozita kërkon të hedhë në erë Shqipërinë. Lideri demokrat Basha i quan të dështuar qeverisjen e Edi Ramës dhe e krahaston kongresin me çmimet Oscar, vetëm Republika e Re sjell ndryshimin e vërtet. Misioni OSTB Odirit do të monitorojë me rreftësi zgjedhjet e 18 qershorit, vendimi për të hyrë ose jo në garë është në vullnetin politik të partive. Përshëndetje shikues të nderuar, janë lajmet orës 15 këtu në Vizion Plus. Pavarësisht se palët duket se nuk lëvizin nga qëndrimet e tyre, ndërkombëtarët nuk heqin dorë nga përpjekjet për arritjen e marrëveshjes. Washingtoni vendos të dërgojë në Tiranë zëvendës ndihmës sekretarin amerikan Hoyt Brian Yi, i cili do të ketë takime me kryeministrin Rama, liderin e opozitës Basha, por edhe me presidentin e zgjedhur Meta. Pas angazhimit të Brukselit në zgjidhjen e krizës politike në vend javën e ardhshme, pritet që edhe Washingtoni të angazhohet në arritjen e një marrëveshje mes opozitës dhe majorancës. Të hënën në Tiranë do të mbri zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yi, i cili do të zhvillojë takime me liderët kryesorë politik. Mësohet se zëvendës ndihmës sekretari i shtetit do të takojë kryeministrin Edi Rama, kreun e parlamentit njërash presidentin e zgjedhur Ilir Meta dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Kjo vizitë zhvillohet pas dështimit të negociatorit të Partisë Popullore Europiane David McAllister, i cili tentoi pas sukses arritjen e një marrëveshje në 25 prill. Nga ai moment ka pasur 2 tryeza të thirrura nga presidenti i Republikës, por këto takime mes liderit të majorancës Rama e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha kanë dështuar. Mbetet për tu parë nëse vizita e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Yi do të çojë palët drejt kompromisit. Por ajo që shton optimizmin për misionin e zyrtarit amerikan është fakti se ai arriti të çojë drejt zgjidhjes krizën politike në Maqedoni. Vetëm pas vizitës së tij në Shkup, parlamenti zgjodhi kreun e ri, Talat Xhaferi, i cili mori menjëherë njohjet e mbështetje ndërkombëtare. Socialistët mbajtën sot kongresin elektoral duke shënuar nisjen e fushatës për zgjedhjet e 18 qershorit. Edi Rama shpreu bindjen për një tjetër fitore të majorancës, ndërsa akuzoi opozitën se po kërkon të hedhë në erë Shqipërinë. Lideri socialist premtoi se parlamenti i ri do të çlirojë përfundimisht edhe vetingun. Partia Socialiste nisi zyrtarisht fushatën zgjedhore. Edhe pse në një klim politike të tensionuar dhe të pazakont për një përballje politike, kryeministri Edi Rama prezantoi platformën elektorale. Gjatë fjalës në kongresin zgjedhor, lideri i majorancës u ndal jo pak tek bojkoti i opozitës. Heshtje është e pabesueshme, por është e vërtetë. Partia që lindi 27 vjet më parë, nga aspirata për Shqipërinë si gjithë Europa, Partia Demokratike, sot ka ikur në drejtim të paditur. Ka vendosur të dalë nga zgjedhjet e udhëhequr nga frika. Një frikë e madhe, më e madhe se sa një kope lepujsh në bark nga drejtësia. Nuk duan zgjedhje sepse nuk duan vetingun. Nuk e duan vetingun sepse nuk duan drejtësinë. Nuk e duan drejtësinë sepse nuk flen më gjumë. Reforma në drejtësi ishte një tjetër arritje e madhe që sipas Ramës po përballet me pengesa dhe zvarritje të shumta. Por parlamenti i ri, theksoi lideri socialist, do të arritësh bllokojë vetingun. 18 qershori do të jetë dita e vetingut të popullit ndaj politikës së vjetër, të marrjes varg Shqipërisë në emër të interesave personale dhe partijake. Dhe parlamenti i ri do ta nisë jetën me zhbllokimin e vetingut menjëherë pas krijimit të qeverisë së re. Do jetë parlamenti i parë pas Aliu, po jo pa opozitë. Për të treguar vendosmërinë e majorancës se zgjedhjet do të zhvillohen në datën e caktuar, kryeministri ju referua një këngë të vjetër Labe. Është mu si thot ajo kënga e vjetër Labe, as për mua, as për ti, po për gjithë Shqipëri.
Edi Rama foli edhe për negociatat mes palëve, duke thënë se Partia Socialiste ofroi gjithçka për të arritur një marrëveshje. Por sipas tij demokratët nuk ishin të gatshëm për shkak se i tremben drejtësisë. Bëm gjithçka. Bëra gjithçka. Edhe aq sa ata kur nuk e çuan as në përmend të bënin për ne, ku ne ishim në opozitë dhe ata në pushtet. Ju ofruam çka as në ëndrrën tonë më të bukur nuk kishim guxuar ta shihnim. As pasi na i kishin grabitur zgjedhjet e vitit 2009, as pasi na e rrëmbyen Bashkinë e Tiranës në vitin 2011. Refuzuan gjithçka, sepse ata nuk e kanë hallin tek procesi zgjedhor. Ata nuk e kanë hallin as tek droga, që e përmendin kaq shumë sa duket sikur pinë hashash gjithë natën. As tek krimi, që e përmendin kaq shumë sa duket sikur gjithë ditën shikojnë filma policor. Ata hallin e kanë tek divorci i pamundur me gjykatësit e korruptuar. Fjalimi i kreut të qeverisë u karakterizua nga nota të forta politike, por kjo nuk e ndaloi kryeministrin të lëshonte edhe patuta. Zogu, largohu nga kanarina që ke afër se humbe kontrollin. Janë ngrit qimet për pjetë, Zogu. Në kongresin zgjedhor janë prezantuar të gjithë kandidatët për deputet, sipas qarqeve se i cili drejtues liste foli për përfaqësuesit e Partisë Socialiste në votimet e 18 qershorit. Po cilat janë premtimet kryesore të Partisë Socialiste për një mandat të dytë? Shtyllat kryesore të programit mbeten punësimi dhe rikthimi i rritjes së lartë ekonomike. Partia Socialiste ka prezantuar programin ekonomik të mandatit të saj të dytë. Edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm, PS do të vijojë me politikën e saj progresive, kush punon më shumë tatohet më shumë. Në këtë program konfirmohet rikthimi i rritjes ekonomike në nivelet 5%, si dhe do të synohet të ulet borxhi publik. Por ndryshe nga ky 4 vjeçar që po lëm, në të dytin PS parashikon rritje graduale të pagave, ndërsa deri tani nuk parashikohet të ketë ulje të mëtejshme të taksave. Në fund të mandatit do të kemi rritur pagat me 40%. Pagat e të gjithë punonjësve buxhetor. Dhe do të rrisim pagën minimale në 30.000 lekë. Gjatë këtij mandati do të marrë udhë edhe konkretizimi i investimeve publike nëpërmjet partneritetit publik-privat në masën $1 miliard. Në mandatin e dytë do të investojmë 2.8 miliard euro. Dhe këtu pa përfshirë paketën për $1 miliard të hedhur nga kryeministri vetëm pak muaj më parë. E gjendur shpesh në akuza për demagogji për çështjet e punësimit, PS në programin e ri elektoral parashikon hapjen e 220.000 vendeve të reja të punës, 80.000 më pak se ç'premtoi në mandatin e parë, në të cilin nuk u arrit as shifra e premtuar në fushat. Nuk ka rritje pa punësim, as mirëqenie pa të. Ndaj angazhimi ynë qeverisës do të synojë një vend pune për cilin do 220.000 vende të reja pune është angazhimi ynë solemn që del sot nga ky kongres. Në fokus të qeverisë pas kreut të Komisionit të Ekonomisë do të jetë vijimi i reformave, ku më kryesorja do të jetë ajo e drejtësisë, si nevoja më e madhe që kërkon jo vetëm tregu, por edhe sipërmarrja e qytetarët. Përmes drejtësisë ne garantojmë një qeverisje funksionale dhe të përgjegjshme, një shtet të drejtë, si një kontratë e ligjshme, e monitorueshme dhe e kontrollueshme, mes të zgjedhurve dhe qytetarëve të lirë. Me këto premtime, Partia Socialiste do t'i kërkojë votën shqiptarëve, ndërkohë që vjen të mbetet pa një alternativë programi nga ana e partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike. Lulzim Basha e krahasoi kongresin e Partisë Socialiste me ceremoninë e çmimeve Oscar. Ai tha se qeveria Rama jo vetëm dështoi në të gjitha premtimet, por e mbushi vendin me drogë dhe krim. Kreu Demokrat ftoi njerëzit t'i bashkohen protestës së opozitës në 13 maj. Lideri i opozitës Lulzim Basha e nisi komunikimin e tij me mbështetësit e opozitës në Çadër, në një kohë që rivali politik kryeministri Edi Rama shpallte programin qeverisës në Durrës dhe i gjithë ligjërimi politik i Bashës u përqendrua tek përkufizimi i qeverisjes 4 vjeçare Rama-Meta. 9 maj është dita kur kupola politike e Republikës së Vjetër ka shpallur ceremoninë e çmimeve Oscar. Çmimet Oscar po jepen live në Durrës, në Durrësin e Vangjush Dakos, ku luhet tash 4 vite teatri i shëmtuar kriminal.
Basha ka listuar premtimet e pambajtura të kryeministrit Rama duke nisur nga vendet e reja të punës, tek shëndetësia, palas e deri tek problematika e drogës e krimit. Ka kaq shumë gënjeshtra si mbajmen gjitha i printova, ja ku janë për tokë, mos i prek preq. Ja ku janë premtimet e Edi Ramës. Ja ku janë premtimet e Edi Ramës, të gjitha, të zezë mbi të bardhë, premtimet e tij nuk ka mbajtur asnjë premtim të vetëm. Basha ka shfrytzuar mundësinë për të shpalosur edhe një herë vizionin e tij për mënyrën se si duhet qeverisur Shqipëria. Se dita e parë e Republikës së Re do të sjellë për ta çlirimin total nga zgjedha e taksave mafioze të Edi Ramës. Kreu demokrat Lulzim Basha ka ftuar qytetarët që në 13 maj t'i bashkojnë protestës së opozitës kundër qeverisë. Misioni OSBE-Odirit do të monitorojë zgjedhjet e 18 qershorit me një ekip të gjerë vëzhguesish. Ambasadori Peter Taylor, që do të kryesojë misionin, është shprehur se vendimi për të hyrë ose jo në garë është politik. I pyetur për votimin dhe numërimin elektronik, suedezi tha se kjo është çështje e debatit mes palëve. Kreu i misionit të OSBE-Odirit në daljen e parë publike deklaroi se gjithë aktiviteti i vëzhguesve do të jetë procesi zgjedhor dhe jo debati politik në Shqipëri. Megjithatë, Peter Taylor theksoi se askush nuk detyron partitë politike të marrin pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. The decision to run or not to run for the election. Vendimi për të garuar ose për të mos garuar në zgjedhje është një vendim politik dhe ne do e diskutojmë këtë çështje me të gjitha partitë politike. Por ne jemi këtu të vëzhgojmë procesin, për të vëzhguar zgjedhjet dhe kushtet në të cilat këto zgjedhje do të zhvillohen. Një deklaratë nëse këto zgjedhje do të jenë demokratike ose jo mjaftueshëm demokratike, është diçka për të cilën ne nuk mund të flasim përpara se procesi të nisë. Pozicioni dhe mandati ynë nuk është përcaktuar nëse zgjedhjet janë legjitime ose jo, por për të vëzhguar procesin zgjedhor. Kur kanë mbetur pak më shumë se një muaj nga zgjedhjet, kreu i misionit të vëzhguesve theksoi se teknologjia në zgjedhje, një ndër kërkesat kryesore të opozitës, nuk mund të zbatohet. Nëse jam informuar korrekt, vendimi është që të mos përdoret aplikimi i teknologjisë në zgjedhje. Ne dim se ky vendim është marrë dhe ne nuk mund të asistojmë aplikimin e teknologjisë në zgjedhje, pra votimin dhe numërimin elektronik, nëse ato nuk përdoren. Kjo është pjesë e debatit politik në vend dhe le të jetë i tillë, por jo çështja jonë. Peter Taylor tha se në Shqipëri do të ketë një ekip të gjerë vëzhguesish ndërkombëtar, bazuar në kërkesën e qeverisë shqiptare në dhjetor të vitit të kaluar. Misioni do të vëzhgojë procesin para, gjatë dhe pas ditës së zgjedhjeve. Të hënën e ardhshme do të na bashkohen 26 vëzhgues afatgjatë që do të ndahen në 13 ekipe dhe do të vendosen në të gjithë vendin. Është kërkuar edhe një ekip prej 300 vëzhguesish afatshkurtër. Nuk jemi këtu për të komentuar zhvillimet politike. Interesi ynë është që votimi dhe numërimi të bëhet me transparencë, që qytetarët ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në sekret dhe larg presioneve apo blerjes së votës. Taylor bëri me dije se misioni do të mbajë kontakte me aktorë politik dhe të shoqërisë civile për ta vlerësuar nëse zgjedhjet arrin standardet ndërkombëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi vendimin për numrin e fletëve të votimit për zgjedhjet politike të 18 qershorit. Kështu për garën elektorale do të printohen mbi 3.500.000 fletë votimi. Pas këtij vendimi nis procesi i printimit të fletës të votimit. KQZ do t'i dërgojë kompanisë greke Lycos Group modelin përkatës. Një ditë më parë, KQZ ka miratuar përmbajtjen dhe renditjen e partive politike në fletën e votimit. Sipas shortit të hedhur, subjekti i parë politik në fletë do të jetë FRD, ndërkohë që LSI do të renditet e 14 dhe PS e 15. Ministria e Brendshme publikoi sot listat përfundimtare të zgjedhësve. Të drejtën e votës në 18 qershore kanë 3.451.000 vet, ku mes tyre 136.000 persona votojnë për herë të parë. 51% e zgjedhësve janë meshkuj dhe 49% femra, ndërsa rreth 1.400 persona nuk kanë të drejtë vote, pasi sipas ministrisë janë blokuar si objekti ligjit të dekriminalizimit. Lista përfundimtare e zgjedhësve ka përmirësime të dukshme në raport me zgjedhjet e kaluara. Në njoftim thuhet se është ulur numri i shtetasve pa adresë të përcaktuar, i duplikimeve, po ashtu edhe i votuesve mbi 100 vjeçar.
Kreu i Kuvendit Ilir Meta zgjodhi ditën e Europës për të kërkuar më shumë dialog e më pak arrogancë mes palëve politike. Ai tha se zgjidhja vjen vetëm duke vendosur si prioritet interesat e vendit e jo ato personale. Në ditën e Europës, kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka zgjedhur të përçojë mesazhin se ende ka kohë për një marrëveshje mes shumicës dhe pakicës. Në një kohë kur prej 3 muajsh opozita ndodhet jashtë parlamentit, Meta ka theksuar nevojën për të vendosur agjendën europiane mbi interesat e partive. Vendi toni duhet më tepër përgjegjësi, e jo më shumë egoizëm, më tepër vetmëhim, më tepër dialog e më pak arrogancë, më tepër kulturë kompromisi e më pak kokëforci, më shumë qetësi, më shumë stabilitet, më shumë investime e natyrisht më shumë mundësi punësimi e barazi sociale. Duke vendosur interesat e vendit dhe të ardhmen e tij të përbashkët europiane si prioritet kryesor i gjithë agjendave të veçanta politike, asnjëherë nuk është vonë të gjejmë zgjidhjen e përgjithshme e gjithëpërfshirëse, me qëllim që Shqipëria të ecë denjësisht drejt antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, duke hedhur hapin e dur, çeljen e negociatave sa më shpejt të jetë e mundur. Edhe ambasadori e Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin, vuri në dukje se Brukseli do të ambështes gjithnjë Shqipërinë, por rrugët e zgjidhjes janë përgjegjësia e qytetarëve shqiptar. Ne sot festojmë për Bashkimi Evropian kërkon gjithashtu shumë punë, shumë vendime të guximshme, shumë ndryshime që do të zvendësojnë zakonet e vjetra e do sjellin rregulla të reja. Unë gjithnjë përsëris se ndryshimet në vendin tuaj janë përgjegjësia juaj, por ju nuk jeni vetëm. Ju keni miq e partner në Bashkimin Evropian që dëshirojnë që ju t'ia dilni. Në ditën e Europës, Parlamenti ka hapur dyert për çdo qytetar që dëshiron të vizitojë ambientet ku zhvillohen seancat plenare. Drejtori lokalit në Durrës, eksplozivi në biznesin e ish-punojësit të bashkisë i sapo liruar nga burgu, 35 vjeçari ishte dënuar më parë për gjobvënie. SBA dhe BE shtojnë presionin për kalimin e demarkacionit me malin e Zi, ambasadorët takojnë kryeministrin dhe grupin parlamentar të LDK-s. Një shpërtim i fuqishëm eksplozivi ka tronditur gjatë natës banorët e zonës të spitalës në Durrës. Eksplozivi ishte vendosur në një lokal i cili është në pronësi të një 35 vjeçari që sapo ishte liruar nga burgu. Fatmirësisht ka pasur vetëm dëme materiale, ndërsa po hetohet në pistën e hakmarrjes. Drejtori një lokali në qytetin e Durrësit. Shpërtimi ndodhi gjatë natës në lokalin e Fetah Matajt. Sipas policisë, 35 vjeçari kishte vetëm pak kohë që kishte dalë nga burgu dhe ka qenë disa herë dënuar nga drejtësia. Grupi hetimor i bëri me dije se lënda eksplozive shpërtheu në katin e parë të ndërtesës që shërben si lokal, ndërsa kati i dytë dhe i tretë shërbejnë për banim. Nga shpërtimi nuk ka patur të lënduar njerëz, por vetëm dëme materiale. Fetah Mata i ka thënë policisë se nuk ka dieni se kush mund të jenë autorët e ngjarjes. Konflikte njerëzit që në momentin që lindzin dhe derisa vdesin, konfliktet janë të tyrulloshme, por nuk kam konflikt të llojit që të jetë eksploziv, dhe unë shpresoj që mos të jetë eksploziv. Jo, unë nuk dyshoj në asnjë vend, po dyshoja dhe do të kisha thënë. As Mataj dhe as familjarët e tij nuk ka qenë në banesë në momentin e shpërthimit. 35 vjeçari ka qenë ish-punonjës i Bashkisë së Durrësit në parkun e autobusëve, ndërsa në vitin 2009 është arrestuar si sekser në një çështje korrupsioni me funksionar të bashkisë. Në 28 shtator 2012, gjykata e krimeve të rënda në Tiranë e dënoi Matajn me 5 vjet burg dhe 1.5 milion lek gjobë për shtërngim me anë kanosjes për të përfituar para. Ish krye kontrollori i parkut autobusëve të Durrësit akuzoi gjithashtu se kishte detyruar një 24 vjeçar të jepte 750.000 lek. Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona për kultivim të bimëve narkotike në fshatin Durisht në kryeqytet. Uniformat blu bën me dije se arrestimi i tyre u bë pasi informacionet ishin marrë për mbjelljen e një parcele me mbi 280 bimë të dyshuar si kanabis sativa. Në pranga ran kryeplaku i fshatit Durisht, Muslim Spahiu, 68 vjeç, Shefqet Memoçi, 64 vjeç, Zeqir Memoçi, 80 vjeç dhe Fiqeri Memoçi, 53 vjeç. Burime nga policia thanë se një pjesë e bimëve u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër është asgjësuar me anë të djegjes. Një makinë në të cilën ndodheshin 5 persona u rrëzuan në Humner pranë liçenit të Shkopetit. Fatmirësisht,
Të gjithë udhëtarët pjesëtarë të një familje arritën të merrnin ndihmën e parë dhe të shpëtojnë vetëm me disa plagë të lehta. Ishin nisur nga Bulqiza drejt Durrësit, por makina me të cilën udhëtonin doli nga rruga duke rënë nga 150 metra lartësi e duke përfunduar pranë liçenit të Shkopetit. Në makinë ndodhej familja Shehu nga Bulqiza, pjesëtarët e së cilës kanë mbetur të plagosur. Shoferët që po kalonin në të njëjtën rrugë u dhanë ndihmën e parë dhe bashkë me policinë dhe forcat zjarrfikse bën të mundur nxjerrjen e tyre nga Humnera. 2 prej pasagjerëve u transportuan në spitalin e Laçit, 2 të tjerë në Lezhë, ndërsa i pesti në gjendje të rëndë u dërgua në Tiranë. Sipas policisë, dyshohet se shkaki i këtij aksidenti të ketë qenë humbja kontrollit të drejtuesit të mjetit. Kalimtarët dhe drejtuesit e mjeteve thonë se rruga është shumë e rrezikshme, pasi mungojnë mbrojtëset anësore, po ashtu her pas here ka rënje të gurve në rrugë. Rruga nga Miloti deri në Burrel është një nga akset më me shumë kthesa në Shqipëri dhe me rrezik të lartë për aksidente. Prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e pasaportës të shtetasit grek Iraklis Dragunis, i cili u ndalua 2 ditë më parë në aeroportin e Rinasit me një pajisje që zbulon përgjuesit. Sipas akuzës, mjeti detektues kishte hyrë edhe 24 herë të tjera në vendin tonë, por ende nuk dihet nëse ka qenë vetë inxhinieri grek që e ka sjellë apo dikush tjetër. Pajisja e sofistikuar kushton afërsisht $8.000 dhe është e aftë të kontrollojë mikroprocesor apo mjete të vogla përgjuese. Prokuroria thotë se audio mund të regjistrohet në një kartë e më pas ruhet në memorien e brendshme të pajisjes. Në dëshminë e tij, shtetasi grek Dragunis ka theksuar se kishte ardhur në Shqipëri i kontraktuar nga një kompani celularësh. Bienalja e Mesdheut e zhvilluar prej disa ditësh në Tiranë është vlerësuar nga kryebashkiaku Veliaj. Ai tha se artistët e huaj sollën një atmosferë ndryshe në kryeqytet duke gjalluruar jetën kulturore. Edicioni 18 i Bienales mbyllet sot, por gjatë 5 ditëve ngjalli interesin e shumë qytetarëve të Tiranës, si dhe të artistëve të rinj. Kreu i bashkisë tha se ngërçi politik nuk do të pengojë aktivitetet kulturore. Unë e di që po jetojmë në një kohë ku ka edhe mini drama të vogla politike, megjithatë ajo që kanë vënë rend Tiranën është njerëzit duhet të vazhdojnë jetën e tyre. Dhe pavarësisht se politika është një pjesë e jetës, po kështu është dhe arti, po kështu është dhe kultura, po kështu është dhe ekonomia, po kështu është dhe teatri, po kështu është dhe muzika. Ndaj dhe ftesa ime për gjithë është që çdo gjë në vendin e vet. Patjetër, politika është e rëndësishme, po jeta vazhdon. Njerëzit duan të shijojnë, njerëzit duan të argëtohen, njerëzit duan të provokohen ide të ndryshme që vijnë nga arti dhe kultura. Ndaj dhe ne në Tiranë do fokusohemi që jeta artistike e qytetit dhe jeta normale e qytetit të vazhdojë siç ka vazhduar këto 2 vite të fundit me të njëjtin ritëm edhe duke ecur me punë përpara. Veliaj falenderoi të gjithë artistët për 5 ditët që ata performuan për publikun shqiptar. Për ne në Tiranë ka qenë një privilegj edhe një krenari e madhe që një pjesë e kuratorëve duke filluar nga Adrianti dhe gjithë tjerët janë gjithashtu shqiptarë dhe në një farë mënyrë kanë sjellë shtëpinë e Mesdheut në shtëpinë e tyre. Shumë shqiptarë kanë lënë shtëpinë për gjetur një shtëpi dytë si emigrant. Shumë tjerë kanë lënë shtëpinë që kanë gjetur në Perëndim për t'ia rifilluar shtëpisë vjetër që kanë pasur këtu. Kështu që kjo është një temë që na flet gjithëve. Veliaj dha edhe një lajm të mirë për ardashësit, duke njoftuar se pavarësisht se Bienalja mbyllet këtë të martë, shumë prej punimeve do të ekspozohen deri në fund të muajit. Ndërkombëtarët shtojnë presionin për ratifikimin e marrëveshjes të kufirit me Malin e Zi. Ambasadorët e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimin Evropian janë takuar me kryeministrin Mustafa dhe grupin parlamentar të LDK-s. Nëse demarkacioni nuk kalon, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Një ditë përpara seancës ku pritet të votohet për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë në Kosovë, si edhe është lënë për të kaluar në kuvent projekt ligji demarkacionit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shtuar ndjeshëm presionin. Ambasadori amerikan Delawi është takuar fillimisht në selinë e qeverisë me kryeministrin Mustafa dhe më pas i shoqëruar edhe nga shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë, janë takuar në kuvent me grupin parlamentar të LDK-s. Këto vlerësohen edhe si përpjekjet e fundit të përfaqësuesit Washingtonit në Prishtinë për të bindur grupin e deputetëve rebel ndaj demarkacionit në radhët e LDK-s. Siç raportojnë mediat në Prishtinë, në rast se demarkacioni nuk kalon as këtë herë, me shumë mundësi vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se nevojiten edhe 2 vota për të kaluar projektligjin, por mediat raportojnë se pakënaqësitë në radhët e grupit të LDK-s janë më të mëdha, e për këtë arsye qeveria është detyruar disa herë ta shtyjë dërgimin e ligjit në kuvent, siç ndodhi edhe të hënën. Vendimi për zgjedhjen e Talat Xhaferit në krye të parlamentit të Maqedonisë është botuar edhe në fletoren zyrtare, por ende nuk ka asnjë reagim nga presidenti i vendit Gjorgje Ivanov
në lidhje me mandatimin e Zoran Zaev në postin e kryeministrit. Talat Xhaferi edhe zyrtarisht është konfirmuar në postin e kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë. Gazeta zyrtare ka publikuar vendimin për zgjedhjen e tij në seancën e 27 prillit, që u përshkallëzua në dhunë pas pushtimit të kuvendit nga protestuesit e VMRO-DPMNE-s së Nikola Gruevskit. Pas vendimit të bërë publik, fillon të llogaritet afati 10 ditor për dhënien e mandatit për formimin e qeverisë së re, pasi kryeparlamentari Xhaferit mërkurën e kaluar njoftoi presidentin Georgi Ivanov për formimin e shumicës së re parlamentare. Një fakt i tillë është pranuar dhe nga kabineti i presidentit, që ka saktuar se Ivanov do të veprojë konform kushtetutës së Maqedonisë, por deri më tani kreu i shtetit nuk ka pranuar të mandatojë për kryeministër Zoran Zaevin e LSDM-s, në arsyetimin se koalicioni i tij me partitë shqiptare, të cilat në programin e tyre kanë atë që njihet si Platformë e Tiranës, rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Ende nuk dihet se cili do të jetë reagimi i presidentit, ndërsa Xhaferi ka paralajmëruar se në mungesë të mandatit nga ana e tij, një gjë të tillë mund ta bëjë dhe parlamenti. Gazmend Kaplani nuk e kishte besuar as vetë se nga emigrimi në këmbë drejt Greqisë, një ditë do të mbrinte deri në Universitetin e Harvardit. Ai ka vendosur t'i rrëfejë të gjitha vështirësitë e jetës në librin Ditari i shkurtër kufish. Në vitin 1991 mes maleve, ajo u nis për një rrugtim që do ta çonte deri në Harvard, një nga universitetet më të mira amerikane, ku ai aktualisht është lektor. Gazmend Kaplani sjell sot në Shqip Ditari i shkurtër kufish. Është historia e një tëriu që u nis nga Lushnja për të kapërcyer në këmbë kufirin grek. Pas punëve të rënda fizike, mbrëmjet i dedikoheshin letërsisë greke, asaj antike kryesisht. Ka për shkrimtarin dhe pedagogun u bën muza e të shkruarit, fillimisht si gazetar e më pas me ditarin e tij. Për masat e apokalipsit që kishte kalimi i kufive nga shqiptarët, ishte për arsye të këtij izolimit të jashtëzakonshëm. Shqiptarët nuk i kalonin thjesht kufin për të shkuar emigrant. Ishte një ikje si patologji. Ishte ikje për të shkelur atë tabu të tmerrshëm 50 vjeçar, i cili ishte ndaluar ta mendoje dhe ta thoshe. Ishte një izolim total. Ishte ikja në botën matan. Ishte ikja në një planet tjetër. Ky ditar është një rrëfim që sot lexohet në 12 gjuhë të botës, e më në fund edhe në Shqip, për të ka shkruar The Independent, The Guardian e mjaft media prestigjioze në botë, jo sepse grish vetëm historia e këtij emigranti shqiptar, por sepse narracioni të çon në një udhtim si ai Odises. Juventus përballet sonte në mbrëmje me Monakon në sfidën që vendos finalistin e parë të UEFA Champions League. Përballja që transmetohet drejt për drejt dhe ekskluzivisht në Tring pritet të jetë fort, pasi skuadra e Principatës do të kërkojë përmbysjen e madhe, ndërsa zonja e vjetër zbret në fushë e favorizuar pas fitores 2-0 në takimin e parë. UEFA Champions League do të mësoj sonte në mbrëmje finalistin e parë të saj për këtë sezon. Në Juventus Stadium, zonja e vjetër e udhëhequr nga strategu Allegri përballet me francezët e Monaco në sfidën e dytë gjysmëfinale me një avantazh të madh pas fitores 2-0 në takimin e parë. Edhe 90 minuta pengesa e fundit deri në finalen e Cardiffit, edhe pse kujdesi është maksimal duke parë talentet e skuadrës së Principatës. Historia është në anën e italianëve, ku në 14 raste në eliminim direkt asnjë ekip nuk ka arritur të përmbysë shifrat e takimit të parë pasi është mundur në shtëpi. I vetmi dyshim për teknikun e Juves është nëse do të hedhë në fushë formacionin fitues në Luigi II, me Barzali në linjën ofensive me 3 lojtarë dhe Dani Alves i avancuar. Në të kundërt, nëse do të luajë Cuadrado, Barzali do të jetë në stol në formacionin 4-2-3-1. Në kampin kundërshtar Mendy është grumbulluar me skuadrën, por sipas teknikut Jardim do të luajë vetëm nëse është në 100% formës. Për francezët mungon Bosilia dhe Touré me këtë të fundit jashtë për probleme muskulore. Pavarësisht se janë shumë pranë finales, trajneri Allegri ka paralajmëruar lojtarët e tij se duhet të kenë kujdes përballë një kundërshtari që do të bëjë një lojë të hapur me talente të mëdha, të aftë për të vënë në vështirësi. Në takimin e parë Juventus arriti të bllokojë pikat më të forta Monakos, por tekniku Jardim nuk është dorëzuar. Juventus ka eksperiencë dhe ne duhet të bëjmë më shumë nëse duam të kualifikohemi, u ka dhënë zemër lojtarëve të tij trajneri portugez. Italia do të jetë të mbyllim pjesën e parë me rezultatin 1-0 për të dhënë më pas gjithçka në të dytën. Takimi i dytë gjysmëfinal do të startojë në orën 20:45 në drejtimin e një treshjeje gjyqtarësh hollandez me kryesor Bjorn Kuipers, ndërsa do të transmetohet drejt për drejt dhe ekskluzivisht në platformën Tring High Definition.
Rikthehen negociatat për krizën, SBA sjell në Tiranë zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit Hojt Brian Yi, takime ditën e hënë me Ramën, Bashën dhe Metën. Socialistët nisin fushatën me kongresin elektoral, Edi Rama deklaron se majoranca është gati për mandatin e dytë, opozita kërkon të hedhë në erë Shqipërinë. Lideri demokrat Basha i quan të dështuar qeverisjen e Edi Ramës dhe krahason kongresin me çmimet Oscar, vetëm Republika e Re sjell ndryshimin e vërtetë. Misioni e OSTP-ja Odirit do të monitorojë me rreptësi zgjedhjet e 18 qershorit, vendimi për të hyrë ose jo në garë është në vullnetin politik të partive. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit visionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.